Mos i lejoni fëmijët të dëgjojnë muzikën time. Buta flet për repin, këshilla që ka për prindrit. Reperi Betim Januzi, i njohur me emrin artistik Buta, ka folur pa filtra në një intervistë për emisionin Prive, ku diskutoi ndikimin e atësisë në jetën e tij, por nuk hezitoi të vendos kufi kur bëhet fjalë për përmbajtjen e muzikës së tij. Pavarësisht se është bërë baba për herë të parë në shkurt të vitit 2024, me lindjen e vajzës së tij Irina, Buta nuk premton se muzika e tij do të ndryshojë për të qenë më e pranueshme. Nuk më takon mua t'u edukoj fëmijët, u shpreh reperi. Nuk i kisha preferu prindrit me i lënë fëmijët e tyre me ngu muzikën tem se është muzike pa censuruar. Këto deklarata vinë në një kohë kur shumë artistë ndihen të detyruar të zbutin përmbajtjen për publik më të gjerë. Por Buta duket i qartë në misionin e tij. Muzika është arti i tij dhe nuk është manual edukimi për fëmijë. Megjithatë, ai pranon se roli i babait e ka ndryshuar në mënyrë thelbësore. Irina është motivi dhe forca ime për jetë, tha ai. Reperi shton se tani është më i vetëdijshëm për vleja që përcjell në jetën e përditshme, edhe pse muzika e tij mbetet e pandryshuar në thelb. Tash jam më i fokusuar te shembulli që u jap fëmijëve, jo te censura në art, tha Buta.